A do paguani ju 11 euro për një ëmbëlsirë të tillë? Në fakt në shumë mundësi as unë nuk do t'i paguaj 11 euro për diçka të tillë. Po s'ka problemi, paguam burrin për gjithë neve që sarxojmë lekët kështu kot. Ishte një ëmbëlsirë që kisha kaq kohë që po e kërkoja, besoj që duhet ta keni parë shumë prej jush. I ka bërë në fakt 24 orë në frigorifer dhe nuk e di nëse mund t'i ketë ndryshuar shija origjinale ose jo, po ta provoj mirë. Ka formën e limonit siç mund ta shikoni. Nuk e dia u gjua dhe aty, po ishte super crunchy. Shikoni pak se sa mbushje ka brenda. Shija e limonit ndihet jashtëzakonisht shumë dhe normalisht dhe prandaj blihet 11 euro, se ka gjithë këtë mbushje dhe duhet ndihet pak shija e limonit, po unë s'po e kuptoj që pse është kjo gjëja e kuqe këtu. Kremi bardh këtu që nga një perle vërtet. Më pëlqen shumë ëmbëlsirat me limon. Madje që nga dhe më jathët se sa është limoni vet. Dhe nuk është se është mbushja vetëm aty brenda pak në mes, po është në të gjithë ëmbëlsirën. Do të provoj pak të kremin më vete. Mendoj shumë që kjo mbushja e bardhë jep të gjithë lezetin në ëmbëlsirë, se përndryshe është fartirë fare. Hajde boll hëngra se vajtëm 100 kg vaj. Do jepja vetëm një 9 nga 10 vetëm se bën 11 euro. Se s'mi marrin dot ai shkolla ai lekët mua këta. Po shumë e mirë.